Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Pra, direkt sa mbylla vlogun e kaluar që keni parë, direkt hapa vlogun tjetër, po iki te puna dhe do ju bëj tur që tani do ju tregoj dyqanin e ri, kështu që qëndroni këtu me mua. Problemi është që te puna e re aty ku kemi marrë dyqanin e ri, është akoma më keq për parking sepse është në rrugë kryesore, kështu që nuk e di fare se ku do lë makinën. Jo vetëm për sot, por vazhdimisht. Okej, të paktën tani avash po vjen vera dhe mund të lëviz me motor, por gjatë dimrit ose kur bie shi nuk e di se si do ja bëj me makinën. Do ta lëm te puna e vjetër aty ku jemi momentalisht, domethënë që s'kemi lëviz akoma sepse afër është, por dyqani i ri është në rrugë kryesore ku nuk ka fare vend për parkuar. Plus që aty kanë vendosur dhe ato të biçikletave që kalojnë biçikletat, kështu që ta harrojmë se ku do t'i vendosim makinat, edhe parkim privat e kam shumë larg. Kështu njerëz. U hap koha dhe bën vap. Dhe unë jam me hoodie, me kostumin dimror dhe plasa, kam hap xhamin këtej, kam hap xhamin në ana tjetër, plasa. Po kulloj. Vajta bëra dhe make-up e zjuara. Ullove? Kemi shumë punë, siç e shikoni. Qull, kullon, shiko, o bobo, qull. Hello, Silda. Përshëndetje. Më ka bërë të ecën kem, Silda, sot. Po duhet sa kohë e mirë. Edhe plasa. Normal shi qa ka vesh. E jep të shi, kur dole nga shtëpia unë, binde shi. A shumë nxehtë. Tani, ne kemi bërë një gafë dhe na kanë blokuar, Sild, si do ikim një zotin. Sild na kanë blokuar, Sild. Po tani. A shoferi, sto shoferi atë. Kam për të paketuar gjithë këto porosi. Si fillim paketoj këto që janë me etiket këtu gati. Kështu. Okay. Edhe mua. Do shkosh blesh ca gota plastike? Ku? Te poshtë te ky marketi. Te banati? Merë pako, Eli. Eli, ke ofertë ti, e? Po. Merë pak babin dhe pyte për atë në Prizren. Për porosin Prizren. A fole, thuj. Nuk e di si çfarë kishte bërë ti, po mos kisha në ofertë. Do kisha bërë ofertë. Më mbarove sot për shërë. Bab, Se bejën, sa ti. po të mami, pra porosin Prizren ka u bërë. Qa ore? Qa ore? Ku do janë zjerë? Ku do të nxjerrë? Ku?
Ma, unë pëlqevi kjo leopardi. Shu. Dhe më bësh një gjithë bukur me këtë leopardi. Kamet? Aq. Kaq? Po. Nishtë dhe i copa aty, ceren. Nuk është gjë ajo. Thësh kjo është tjetër. Vetëm kaq kamet orkishu. Për zotin. Veç fund. Po, dhe va bëtë fund. Voje njeri, li se e di që nuk i mban. E që ka, shumë i bukur kjo. I bukur është, ma e di, po. Ti se mban. A nuk mu hapi fje këtu? Ashtë hapit, lopen. Hajde më mbaj pak gata. Hajde pak më mbaj. Ka. Të këto. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Do vedhe klipakja, po hajde, vetëm kaq. Merë këtë tjetër, hajde shpejt. Mamë. Qa ki që qeshesh? Kam një orë që flas me vetën, ta di me ju njerës. E kisha... Mendoja se kisha ndesur kamerën dhe nuk e kisha ndesur, pra kam, nuk e disa minuta kam që flas me vetën dhe s'kej me të farë se qa po thoja tani. Qeshet e Eli, pa do më thënë as kisha për ta parun. Atëherë, qa po thoja? Po thoja që jam duke bërë disa porosi gati, këtu ku me latë mbrem, këtu më gjetët përsëri. Unë fakt kam ardhur në gjendje skandaloze mëngjes, nuk kam ardhur kështu si që jam tani. Por duke qenë se nxitoja dhe merdi një frymëzim dje darkë dhe nuk doja ta, jo ta harroja, se mund ta vizatoja dhe nuk harroja, por doja ta bëja sa më shpejt atë që mendoja. Kështu që kam fjet me ëndra dhe jam zgjuar, kam ardhur direkt në punë që në pikëmbëdhjet që të bënim atë modelin që kisha imagjinuar. Opa. Dhe doli super bukur. Nuk ka përfunduar 100%, por 95%. Ka dalë shumë bukur. Tani nuk ja u tregoj dot unë derisa të përfundoj komplet. Uroj nga java të mbarojmë edhe me veshjet e tjera dhe të arrit ja u tregoj gjitha. Por jam shumë entuziaste sepse më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë se si ka dalë. Vajta o bera njeri në shtëpi sepse çdo gjë kam bërë me nxitim sot. Sepse kam 2 takime tani pune. Kisha 3, po një e kryva në gjendjen skandaloze si qisha. Tani u bëra pak me njeri. Shpejt e shpejt jam blyer dhe jam pjastruar, por më mirë se qisha jam. Eli, se më bëri dhe Eli vejtje. Koha është xham, është super e bukur dhe sot është e shtunë e madhe për krishterët ortodoks. Dhe ne pothuajse këto vitet e fundit e kemi bërë 3 vitet e fundit. Eli? Duke 3 vitet e fundit e kemi bërë apo 2. 2 vitet e fundit e kemi bërë në Korfuz. Kemi festuar Pashkët, dua të them. Dhe është herë e parë që s'kemi planifikuar asgjë, sepse jemi duke u marrë me dyqanin e ri, me koleksionin e ri. S'kemi planifikuar asgjë. Njerëz, asgjë s'kemi. O, mabe, ka shumë e shtreti kjo copa? Po, pse? Më i qatë bukur në këtë copë. Jo, po Eli thot pasaj që nuk e mbaj fjalën. E çova për sushi njerëz. Duke qenë se po presim se të 2 takimet që kam bërë në Tirana. Mere pak Eli. Edhe do vononin, ne vajtëm.
Hengërm sushi. Dhe tani jemi gati për punë. Do një ule pak zërin. Një pyetje, me që sot është finalja e Big Brother. E kam me ne, po. Me ju e kam, me ke kam. Kam me ne. Me ju e kam. Kush mendoni se e fiton? Ta fitoj Gjesti. Kush fiton don? Gjesti. Po ti Eli kush thua? Kam djek, nuk se di. Po mirë, kush mendon? Jep. Bulago në qa. Rozana thua Eli. Po dënim, hjen keq po fiton Rozana. Do ta shikoj. Qa do bësh ti doni po fitovi Rozana? Do mërzitesh shumë? Do mërzite mjash mose. Aq fan si zjarti i Gjesti tje? Jam shumë fancy. Më fal, pse të pëlqen Gjesti për shembull? Se gjestet që bën. Me gjestet që bën. Okej. E pse mos ta fitoj Rozana? Pa qa do fitoj Rozana me me da. O Eli, na jep dhe ti një kështu mendim Eli. Po pra fiton Rozana. Fiton Rozana dhe kaq. Pse ta fitoj Rozana për shembull? E pse mos ta fitoj Gjesti? Se ka dhënë më shumë argumente në përprajme. Po, ka dhe shumë. Kush, Rozana? Vetëm në prajme. Po dhe të Ne sa po mbaruam, kishim takim me arkitekten që pa dhe dyqanin dhe do na bëj projektin dhe do na zbukuroj vendin atje. Në fakt me arkitekten jemi njohur në Instagram, ka emrin Bora dhe kam bërë të vinë në Tirana që ka ardhur sot iku gjithë dita vetëm për ne, erdhi pa vendin dhe besoj do dali diçka shumë e bukur, domethënë i thash dhe unë se paka shumë se ç'a dua që të bëj aty dhe tani presim që të na nxjerrë një projekt të bukur. Mezi pres dhe uroj të mbarojmë shpejt sepse brenda muajit duhet të kemi mbaruar çdo gjë që të hapim. Vendin dje ju thash do ja u tregoj, por nuk ja u tregova sepse siç e pat beshe një rumuj, doni atje me punime dhe nuk kam se ç'a t'ju tregoj akoma, fatkeqësisht, dhe pse ju thash që do ju tregoj, por ç'a t'ju tregoj gura dhe gjëra kur akoma është një rumuj e madhe aty. Por në ditët në vazhdim, kur të hiqen gjitha ato, besoj se do ja u tregoj kur të bëshohet, domethënë që të pastrohet vendi. Dhe që do filloj doni punimet dhe çdo gjë. A doni? Nevoj për ndim s'ke, të vi unë të ndihmoj këtë ditë. Kam nevoj që mezi në shi. Ka filluar të dhe mezi, e? Po mirë, unë marrë vesh në ndërtimi tani. Merë vesh? Po marrë vesh se unë të kam ndihmuar të shtëpia atje. E ti? Se thua e di duke qeshur. Do vesh do ndihmosh po të që? Do vi do ndihmoj, okej. Mbaruam dhe me takimin e dytë. Tani duhet të mblidhemi në shtëpi. Kam vënë fasulet unë në Delimano. Pak të na fiket vetë. Sholas na ka ndjekur. Do ta kishim marrë vesh Eli. Erdhëm përsëri te Saudeza për herë të fundit për sot. Bëra dhe paketimet e fundit. Posta është mbyllur tani, kështu që lodha nga shkallët. Edhe do t'i çoj nesër, plus që kam për të ardhur nesër mëngjes këtu prap për të bërë disa prerje. Nesër jam pashkët, ç'a them. Mbase nuk vi. Nuk e di s'kemi menduar asgjë ç'a do bëjmë nesër. Nuk e di a do vazhdoj vlog nesër, po gjithsesi ju do ta merrni vesh në këtë vlog do bëj apo jo nesër. Është finalja Bigut dhe gjithë në markete duke marrë patatina bosh, ato të patatinave donë dhe çokolata dhe bolle që për sotin. Si thua, ke parasysh për vitin e ri që i boshojnë në raftet? Po tërë dyqanin që mbyllën me direkt. U mbyllën, e? Asnjë s'kishte këm njeri urë. Harrova t'ju tregoj veshjen e sotshme, këtu nuk ka dritë mirë. Atëherë, kam veshur setin e ri nga Saudeza, një sekond t'ja tregoj, që është lino bashkë me këto
bashkë me kropin sauteza. Ka këtë jakën e madhe kështu. Mund të vishët dhe mbërthyer, ja t'ja të rrogoju. Ja këtu, si që shikoni dhe mbërthyer poshtë pantallonave. Kam kombinuar me rripin e zi dhe me çantën e zezë tani. Kam veshur atletet Adidasit ato campus, që mos të dilja me sandale, sepse okej, është shumë vap, por nuk mund të dalësh akoma me sandale, dhe pse është vap, më duket çuditshëm domethënë. Dhe tani do dal me vajzat shpejt e shpejt për një kafe. Dhe pasaj do iki në punë. Harrova t'ju uroj gëzuar Pashkët të gjithëve krishterëve ortodoks dhe katolik. Uroj tani që keni parë videon ka kaluar në fakt, uroj t'ja keni kaluar sa më bukur. Ne nuk është se kemi plane për sot, sepse jemi duke punuar, sepse duhet të mbarojmë sa më shpejt, por base dalim pak më vonë, me Dorin edhe me fëmijët, me siguri do dalim, diçka duhet të bëjmë. Pse u çon çantën? Se di. Duhet iki se më presin. Mirëmëngjesi vajza. Mirëmëngjesi ka të drejtë. E çuargon. Mishi këtu qa po bën, po punon. U lodhe më të që. Si e bën këtë? Do ndim. Erdha se të takoj pak, se do shkoj të sauteza tani, kam ndruar dhe outfit. Kam veshur bluzë të zezë të thjesht gjingse, se kisha frikë se do ta bëja pis. Thash do shkoj te Doni, do më vino një pik, do bëjmë pis. Edhe këto nuk është të dua t'i bëj pis, po kam për të vajtur për të prerë tani te sauteza kostum. Kështu që nuk mund të visha limona, oqa. Tani po shkoj ande ika ndon. Këtu bëhet një rumuj e madhe dhe nuk ju tregoj dot asgjë. Fillojmë punën. Ky është nga modelet e reja që ju thash që kam bërë, është një nga të preferuarat dhe me zip press që t'ja u tregoj, me zip press të dalë koleksioni i ri. Nuk e di, ky besoj se është modeli im i preferuar dhe uroj ta pëlqeni dhe ju kaq shumë sa e kam pëlqyer dhe unë këtë. Set, është set. Dhe do ta vesh gjatë gjithë verës, është e sigurt. Është lino. Kaq për momentin po ju them, të tjerat do detajet, modelin e çdo gjë do ja u tregoj, uroj në videon e radhës kur uroj të bëjmë foto të koleksionit të ri. Erdha ta marr burrin me zor në shtëpi, se po nuk vjen ky s'ka ndërmend, solla dhe akullore. Mini akullore, çamra çokoladë bëra pis. T'ju tregoj pak të fortën që më ndodhin në market me këto akulloret që mora. Unë nisa në fakt për të marrë këtë Magnum, që është me bajame, po të madhen. Të më thënë, akulloren e madhe. Shikoj të frigoriferat e akulloreve, ku atje nuk është se ishin të organizuar mirë, ishte një akullore 1/1. Dhe si për frigoriferi, që frigoriferi si për është me xham, kishim vendosur nga këto vezët, çokoladë, vezë të ngjyrosura, lloj-lloj gjëras mbi frigorifer. Dhe duhet bëja kështu unë që të shikoja ka apo s'ka nga këto. Mirë këte, pash paketimin unë e kësaj, edhe thash, ok, super gjeta. Tani si t'hiqe gjitha ato gjëra, shkoj pyes një nga stafi atje dhe i them unë, duhet marr akullore, i thash unë, por ka disa gjëra sipër, i thash unë, si ç'a të bëj? Tha mua, hiqim, tha mua dhe merr akulloren. Nuk është një, janë disa gjëra, i thash unë, dhe unë ndërkohë kisha qenë të porosit e saudezës nga një dorë, dhe vetëm me një dorë mund lëvizja, në tjetrën e kisha bllokuar. Ashtu bën gjitha, i heqin tha, edhe i vejnë prap. Ngella,
Tash, le që isha me një dorë, që kisha si ti qatë gjitha se mund të thyeja ndonjë nga vezët, të lija na me të paguaja dhe vezët e marketit kot, po ke më duket pa kuptim pse e bllokon frigoriferin kur ke gjëra brenda. Do të thënë klienti ka për detyrë të heqi gjitha gjërat që keni vendosur sipër edhe pastaj t'i vëj gjitha gjërat përsëri aty, s'e kuptoj. Po. Një çik një qesën ato me të mira. Na, gjele. Jepi vetë. Nese, shkoj te kasa dhe i them unë ati zotëris te kasa, të lutem shumë, dua të marra kulloret e frigoriferi, por ka disa gjëra sipër. I thash, nuk është një dy, po janë shumë gjëra. Më tha, okej, tha se po i them një person të stafit. E i thot dikujt, vjen një zotëri, dhe hoqi disa gjëra, disa i hoqi anë me një dorë, disa i hoqi ai, edhe po qëndron të aty që ti vendoste përsëri. Hap frigoriferin unë dhe shikoj këtë pakon këtu. Kërko për të mëdhaja nuk kishte. Vetëm nazori, mora këtë, që kjo bënde gati 8.000 lek, që unë nisa për të marrë vetëm 2 akullore, një për vete dhe për donin. Dhe vetëm nga turpi, se thash, okej, e bera tjetërin vit tani të bej gjithë të punë dhe mos marrë gjemë vinte shumë zorë, kështu që mora këtë paketën me akullore. Dhe nuk e di, po është e vogël e nuk më shion si e madhja njësoj. Nese. Kjo është historia e akullore. Cili roba? Qa thua? Klap sanduic nga Duart e Eli, që e veri për mua. Me iku gjithë ditat e Saudeza njerës, kam ikur vetëm në mëngjes që kam gatuar dhe gjithë ditën këtu po merrem me koleksionin e ri dhe harrova t'ju them brem nuk e vazhdova vlogun se kishim ndërmend të dilnin, por doni ka këput mish dhe ishte shumë rënd, shumë keq në darkë. Ka këput mish duke punuar edhe me zile viste, kështu që nuk dollëm. Nuk e di, edhe Bajramin nuk arritëm ta festonim sepse ishim në Greqi dhe qëllovi dita që u bedaja operim, edhe Pashkët nuk i feston. Tani do thonë ju se feston të dyja festat, sepse prindrit e mi i përkasin fesë muslimane, kurse nga doni janë ortodoks, nga ana e mamas janë krishterë ortodoks dhe fëmijët i kam të pagëzuar dhe prandaj ne festojmë çdo festë. Kuptua tani? Zoti është një. Jam pothuajse në përfundim të një modeli do shumë kujdes që të prijet, sepse është kudo me disa cepa. Jo cepa, po harqe, kështu që nuk e qoj do të kokën që të shikoj te kamera, do më falni. Mezi pres të shkoj në shtëpi tani, sepse ka bërë mami disa molto aq të mira. Vajta që pari dhe hengra ishin super të mira, do ja tregoj pastaj. Inshallah na e tregon me recetën e saj, të s'na mban të fshet, që t'ja u them, ishin më të mira sa ato të furrës. Ja Nishi, ka gjithë ditën këtu, të puna gjithë ditën. Njeri të njëra punë, tjetëri të puna tjetër. Dhe s'po nxjerrim gjë në dritë. Edhe s'po nxjerrim gjë në dritë, po hajtë. Na u bie pika, na më bie deri në darkë edhe.
nuk e di se sa kam ngren nga këto briosha që ka bërë mami. I ka bërë ashtë të mira sa nuk e keni ten. Kam ngren me pistakjo, kam ngren me çoku krem, kam ngren me djathë me domate dhe tani do ha përsëri me djathë me domate. Më duket se do më mërziten ashtë shumë sa kam ngren. Sa copë do? Veç një? Qa ki gati, ne? Ti halla? Gati. Nuk e di se sa nga këto brioshat mund të kem ngren të kripura dhe të embla. Thash unë do më mërzitën, tani nuk i shikoj dot me sy. Se po thuaj se një 10 copi kam ngren unë, 10 them pak. Kam plas. Ha, mos si të duket, pëlqen? E mirë. Të pëlqen më shumë me kripur apo embël? Të kripur s'ke ngren fare ti. Me përshut pule, agjele djath, majonezë dhe të sa mirë është për zotin. Ose me djath dhe me domate. Super e mirë është. Ka shumë vaj. Nuk bën me vaj ato, bën me margarin. Ti ha sa ha, tani thua kanë shumë vaj. Ja të gjejnë në këtë video tani, të janë super të mira. Vetëm 4 ama. Vetëm 4 ke ngren pse gjenjen. 2 ditë, 2 sot. Zgjohesh në mëngjes dhe nuk di se çfarë të bësh më përpara, të hekurosësh, të editosh videon apo të ikësh në punë. Duhet isha zgjuar e vura alarmin në orën 5:30 të mëngjesit të thash, do çohem, do hekuros, do editoj që ti ke shpejt në punë. Me mendimin që e vura alarmin, por nuk e kisha vënë, kështu që tani e hekurin e fillova që mbrem në fakt dhe kam një pjesë tani, një pjesë, më thënë kam gjithë këto. Kështu që nuk e di që të bëj tani. Të vishem dhe tiki për në punë, apo të filloj të hekuros, apo të editoj. E fundit, më pëlqen më shumë se ide. Do editoj njerëz, por do editoj të puna. Do nisim mirë për punë dhe pjesën tjetër të hekurit do ta bëj sa të vi nga puna. Si ka mundësi në zori gjumi. Ora 7:30 tani. E keni parasysh këtë orarin 7:30 mëngjesit që gjysma shtëpis bëhet gati për punë, gjysma tjetër për shkollë dhe krijohet një rrumuj dhe bërtit njëri bërtit tjetri. S'ka rënë akoma alarmin në të tjerët, prandaj nuk po dëgjoni zhurmë. Do një 7:37 çerek është ora. Në fakt, dhe nuk arrit të bëj asgjë nga ato që ju thash. Kështu që do ike në punë, jam si e çmendur, dhe do editoj atje, por si fillim duhet të mbyll videon. Duhet të mbyll videon. Angels, mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të komentoni çfarë të doni, bëni like, bëni subscribe ju lutem, bëni subscribe, se jemi shumë afër 90.000 subscribers dhe pastaj jemi afër për 100.000 subscribers. Ne do shihemi në videon e radhës. Pashim Angels.